Në Big Brother Kosova shpesh herë nuk janë temat e mëdha ato që shpërthejnë konfliktet më të forta, por detajet më të vogla. Një send i harruar, një keqkuptim, një pyetje e bërë në ton të gabuar dhe gjithçka merr flak. Pikërisht kështu ndodhi edhe në përplasjen mes Tonit dhe Lëndrimit, një debat që nisi nga mbathjet e Elionës. Situata u bë e çuditshme që në fillim mbathjet e Elionës u gjetën te krevati i Lëndrimit, gjë që ngriti menjëherë dyshime, pyetje dhe komente në shtëpi. Toni ishte i drejtpërdrejtë dhe kërkoi shpjegim. Jo vetëm për sendin në fjalë, por për atë që nënkuptoi pas tij. Sepse në një shtëpi ku çdo lëvizje shihet dhe komentohet, asgjë nuk mbetet pa kuptim. Kur Lëndrimi u pyet, ku i ke mbathjet? Përgjigjja e tij erdhi shpejt, por jo pa e rritur konfuzionin. Mbathjet e mia i kam lënë te koka e krevatit të Klodit. Një fjalë e thjeshtë, por që nuk e uli tensionin. Përkundrazi, e shtoi. Sepse pyetja nuk ishte më vetëm për mbathjet, por për rendin, respektin dhe kufit personal në një hapësirë të përbashkët. Toni e pa këtë situatë si mungesë serioziteti dhe përgjegjësie. Në zërin e tij kishte nerv, por edhe lodhje nga situatat e përsëritura ku gjërat personale shndërrohen në burim debati. Për të, kjo nuk ishte çështje mbathjesh, por çështje respekti ndaj hapësirës dhe njerëzve të tjerë. Nga ana tjetër, Lëndrimi u ndjej akuzuar padrejtësisht. Ai u përpoq ta minimizonte situatën, duke e paraqitur si një keqkuptim banal që po fryhej pa nevojë. Por në Big Brother, minimizimi shpesh lexohet si shmangje përgjegjësie, dhe kjo e acaroi edhe më shumë Tonin. Debati u rrit, zërat u ngritën dhe ajo që nisi si një pyetje e thjeshtë u kthye në përplasje karakteresh. Toni kërkonte sqarim dhe rregull, ndërsa Lëndrimi kërkonte të mbyllte temën dhe të mos i jepej më shumë rëndësi se ç'duhej. Publiku pa edhe një herë se si presioni i përditshëm në shtëpi i bën banorët të reagojnë fort edhe për gjëra që jashtë do të dukeshin qesharake. Por brenda Big Brother,